shkruar goditet kujtesa, goditet kombi. Apo punohet për dobësimin e identitetit kombëtar shqiptar përmes relativizimit të historisë, sulmit ndaj figurave kombëtare dhe zbejjes së kujtesës? Ka pyetje që nuk kanë nevojë për përgjigje të menjëhershme, por për guxim që të shtrohen. Kjo është njëra prej tyre. A ka një strategji të shpallur ose të padukshme për dobësimin e identitetit kombëtar shqiptar? Jo domosdoshmërisht një zyrë të vetme, një dorë të vetme, një skenar të vetëm, por një veprim të shpërndar, të vazhdueshëm, të shumë fish që punon në të njëjtin drejtim, të relativizoj historinë, të godas figurat kombëtare, të lodh kujtesën publike dhe të krijojë një brez që nuk e di më çfarë duhet të mbrojë. Kjo është pyetja e madhe. Dhe nuk është histeri. Është një pyetje legjitime në një kohë kur Europa vetë pranon se dezinformimi dhe revisionizmi historik përdoren si mjete të ndërhyrjes, polarizimit dhe dobësimit të kohezionit shoqëror. Një studim i botuar në platformën shkencore të Bashkimit Evropian e përkufizon qartë revisionizmin historik dhe manipulimin informativ si pjesë të peizazhit të ndërhyrjes së huaj dhe të luftës hibride. Nëse e lexon me vëmendje këtë realitet, kupton se identiteti kombëtar nuk dobësohet vetëm me dhunë të hapur. Ai dobësohet më shpesh me gëryrje, me tallje të vazhdueshme ndaj simboleve, me relativizim të figurave historike, me paraqitjen e kujtesës si diçka të vjetruar, me zëvendësimin e historisë me zhurmë, me turbullimin e dallimit mes debatit kritik dhe çmontimit sistematik të themelit kombëtar. Faktet publike tregojnë se Ballkani Perëndimor shihet si terren i ndjeshëm ndaj dezinformimit, narrativave manipuluese dhe revisionizmit historik. Raporti i Parlamentit Evropian mbi hartëzimin e dezinformimit në Ballkanin Perëndimor e përshkruan rajonin si të cenueshëm nga narrativat e rreme për shkak të polarizimit politik, dobësisë institucionale dhe mjedisit të brisht mediatik. Një raport tjetër i BE-s për radikalizimin online në Ballkanin Perëndimor përmend shprehimisht nevojën për t'u kundërvënë konspiracioneve, dezinformimit dhe revisionizmit historik që qarkullojnë në hapësirën digjitale. Kjo do të thotë se pyetja për identitetin shqiptar nuk është e shkëputur nga një kontekst më i gjerë rajonal. Kur historia bëhet arenë manipulimi, kombi bëhet më i lehtë për t'u orientuar. Kur figurat themeluese trajtohen jo me analizë serioze, por me përçmim, me shtrembërim ose me konsum propagandistik, synimi nuk është ndriçimi i së vërtetës, por lodhja e besimit kolektiv. Sepse një shoqëri që dyshon në gjithçka, në fund nuk mbron më asgjë. Po kush përfiton nga kjo? Përfitojnë të gjithë ata që duan një komb pa boshtë kujtese. Përfitojnë aktorët politikë që e kanë më të lehtë të sundojnë një shoqëri të çrënjosur sesa një shoqëri me vetdije historike. Përfitojnë rrjetet e dezinformimit që punojnë më mirë aty ku publiku nuk ka më instrumente për të dalluar faktin nga manipulimi. Përfitojnë të gjithë ata që kërkojnë ta kthejnë identitetin në mall të negociueshëm, jo në themel të patjetërsueshëm. Kur goditet figura kombëtare, nuk goditet vetëm një emër në libër. Goditet ideja se ky popull ka pasur boshtë, ka pasur rezistencë, ka pasur vazhdimsi dhe ka prodhuar simbole që e mbajnë ende në këmbë. Sulmi ndaj figurave nuk bëhet gjithmonë me mohimin brutal. Shpesh bëhet me teknikën më të rafinuar, me relativizim, me banalizim, me vendosjen e tyre në të njëjtin nivel me çdo shumë kalimtare, derisa madhështia të duket si teprim dhe kujtesa si barr. Po kush hesht? Heshtin institucionet kur nuk e kuptojnë se mbrojtja e identitetit nuk bëhet vetëm me ceremoni, por me arsim serioz, kulturë serioze dhe politikë serioze të kujtesës. Heshtin shumë aktor publik kur historia sulmohet në mënyrë të fragmentuar, sepse secili e sheh episodin si incident, jo si pjesë të një klime. Hesht një pjesë e medias kur i trajton këto goditje si thashë theme rrjetesh, jo si tregues të një sëmundjeje më të thellë. Dhe hesht shoqëria sa herë ngatëron mendimin kritik me vetë shkatërimin simbolik. Pamja e parë mund të duket e pafajshme, janë vetëm debate, janë vetëm opinione, është vetëm liri fjale. Por pas pamjes së parë mund të fshihet një proces shumë më i rëndë, normalizimi i zhbërjes së kujtesës. Sepse kur një shoqëri mësohet të jetojë pa hierarki vlerash historike, pa respekt për figurat themeluese, pa ndjeshmëri ndaj trashëgimisë dhe pa vigjilencë ndaj manipulimit, ajo bëhet më e prekshme jo vetëm kulturorisht, por edhe politikisht. Pikërisht për këtë arsye, institucionet evropiane dhe ndërkombëtare po flasin gjithnjë më qartë për rrezikun e dezinformimit të lidhur me identitetin. Raporti EAS për aktivitetet kundërfimi thekson se manipulimi informativ mund të synojë edhe identitetin dhe kohezionin shoqëror. Ndërkohë, dokumentet strategjike të BE-s dhe Këshillit të Evropës po kërkojnë më shumë reziliencë ndaj revisionizmit historik dhe dezinformimit, sidomos përmes arsimit, mediave dhe alfabetizimit mediatik. Kjo e bën edhe më të rëndë një tjetër fakt publik: Shqipëria vetë po përpiqet të forcojë edukimin për media dhe informacion. UNESCO njoftoi në korrik 2025 zgjerimin e integrimit të edukimit për media dhe informacion në arsimin formal në Shqipëri, duke trajnuar qindra mësues. Vetë ky investim tregon se problemi nuk është imagjinar, përkundrazi, institucionet ndërkombëtare e shohin qartë se pa qytetarë që dinë të lexojnë kritikisht informacionin, kujtesa dhe identiteti mbeten të pambrojtura. Edhe fusha e trashëgimisë kulturore flet. Shqipëria ka pasuri të njohura ndërkombëtarisht në UNESCO, nga Isopolifonia te Berati, Gjirokastra, Butrinti dhe trashëgimi të tjera dokumentare e kulturore. Kjo nuk është vetëm krenari kulturore, është provë se identiteti nuk është trillim emocional, por një realitet historik e civilizues që kërkon ruajtje aktive. Vetë Komisioni Evropian, në raportin e tij për Shqipërinë më 2025, theksoi nevojën për legjislacion zbatues për ligjin mbi trashëgimin kulturore dhe muzet, duke nënkuptuar se ruajtja e kujtesës nuk është çështje simbolike, por detyrë shtetërore konkrete. Këtu del në pa çfarë fshihet pas pamjes së parë.
Nuk kemi domosdoshmërisht një komplot të vetëm, të mbyllur në një dhomë. Kemi diçka më moderne dhe më të rrezikshme, një bashkëveprim mes neglizhencës, dezinformimit, dobësisë arsimore, banalizimit mediatik dhe luftës së narrativave. Kur këto bashkohen, rezultati është i njëjtë, kombi nis të harrojë veten. Dhe një komb që harron veten bëhet më i lehtë për t'u shtyrë, për t'u përçarë, për t'u përdorur. Prandaj pyetja nuk është më nëse duhet të shqetësohemi. Pyetja është sa kohë do të vazhdojmë ta quajmë debat normal, një proces që mund të kthehet në dobësim sistematik të vetdijes kombëtare. Sepse nuk ka nevojë të ndalojnë ta duash historinë tënde, mjafton të ta mbushin mendjen se ajo nuk vlen më. Nuk ka nevojë të rrëzojnë monumentet me dorë, mjafton t'i zbrazin nga kuptimi. Nuk ka nevojë të ndalojnë figurat kombëtare, mjafton t'i relativizojnë pafund, derisa brezi i ri të mos di më pse ekzistojnë. Identiteti kombëtar shqiptar nuk dobësohet vetëm nga armiqtë e jashtëm. Ai dobësohet edhe nga shpërfillja e brendshme, nga tallja sistematike me kujtesën, nga mungesa e mbrojtjes institucionale dhe nga heshtja e atyre që duhet të flisnin. Kur relativizohet historia, kur sulmohen figurat kombëtare dhe kur kujtesa zbehet, nuk kemi më të bëjmë thjesht me debat. Kemi të bëjmë me terrenin ku një komb mund të humbas busullën e vet dhe një komb pa busull është gjithmonë më i lehtë për t'u drejtuar nga të tjerët.